Para 14 viteve, humba maman time nga kanceri pankreasit. Gjithçka dia dhe gjithçka bëra për atë ishte ajo mjekësi tradicionale për të cilën ishim mësuar ose njohur. Që ajo mjekësi që vazhdon të aplikohet edhe sot me një prognozë ose me një parashikim jo shpretëdhënës dhe të zymt. Ndroi shpesh që të dija këto njohuri që di tani, me fjalë të dija para 15 viteve kur asaj u shfaq kanceri në mënyrë që të jepja një shans të dytë në nënësime dhe të bëja luftën ndryshe kundër kancerit. Po, dihet që Zoti i bën planet ndonjëherë ndryshe nga sa tentojmë të bëjmë neve. Në 100 vitet e fundit, me $100 milion, $100 miliard në më saktë, janë harxuar për studimin e kancerit dhe këto studime në të gjithë cepat e botës, gjitha kanë arritur maksimumi që kanë arritur të zgjasin ose të përmirësojnë jetën e pacientëve është nga 14 muaj mesatarja në 17 muaj. Pra në 100 vite, $100 miliard, me kirurgji, me rezatim, me imunoterapi, me kemioterapi, jetësia është shtuar vetëm 3 muaj, dhe nuk është një jetë cilësore. Por ka lajme vërtet shumë të mira në këto, sidomos në 10 vitet e fundit që kanë filluar të dalin në pamë saktë, me rezultate të mrekullueshme se si të arrim të menaxhojmë kancerin në një kohë të gjatë dhe me dhe kryesorja është me një jetë cilësore, me fjalë jo në krevat ose i sëmurë të kohës. Do jenë 4 video rjeshtë në të cilat unë do tentoj të shpjegoj gjithçka për kancerin në mënyrë sa më të lehtë dhe të kuptueshme. Kjo video e parë do jetë mënyra se si dhe pse fillon kanceri. Video e dytë edhe arsyeja pse nuk është gjenetike. Kanceri nuk është sëmundje gjenetike, nëse e pat nga titulli. Video e dytë do i pushtohet mjekimeve tradicionale, aktuale, me kirurgji, me rezatim, me kemioterapi edhe me imunoterapi. Që ishte shpresa e madhe, po që prap dështoi. Video e tretë dhe kryesorja do jetë si të menaxhojmë, si të mbajmë ose si të luftojmë kundër kancerit në mënyrë metabolike. Dhe video e katërt do flas mbi çdo lloj gjë shtesë ose çdo gjë tjetër që bëhet sot në botë, kudo, në Amerikë, në Japoni, në Angli, në Rusi, në Kinë, kudo në gjithë globin, gjithë mjekimet shtesë që bëhen edhe çfarë suplemente duhen ose çfarë veprime të tjera bëjnë njerëzit për të luftuar kancerin dhe për të rritur jetëgjatësinë. Përshëndetje, miq të nderuar, unë jam Bali dhe do të lutesha që të mirëkuptoni qëllimin e të gjithë këtyre videove që unë postoj. Nuk jam mjeku juaj dhe thjesht po shpërndaj njohuritë, eksperiencat, studimet dhe sukseset më të fundit të mjekësisë edhe tradicionale, po edhe asaj metabolike ose funksionale. Për trajtimet inkurajuese të provuara klinikisht në vende të ndryshme, si në laborator, si në kafsh, në laboratorike, ashtu edhe tek njerëzit. Konsultoni gjithmonë mjekun tuaj që keni të familjes ose specialist, sepse unë nuk jap dot këshilla personale ose private tek asnjë prej jush, por mund të përgjigjem në përgjithësi komenteve që ju keni. Komentoni pa hezitim për çdo lloj pyetje që ju keni për këto tema që unë postoj. Pothuaj gjithë burokracia e mjekësisë sot në botë, praktikat mjekësore, 99% e fondeve shtetërore dhe private pranojnë idenë se kanceri është një sëmundje gjenetike e ADN-s ose e bërthamës, ose ADN që gjithë e dim. Pra, ai do shkrepet vevetiu, do filloj vevetiu dikur dhe tek dikush pa arsye fare. Sepse kështu siç thon ata është përcaktuar ose është shkruar në ADN-n tonë ose në kodin tonë gjenetik. Por plot eksperimente që unë do ish paraqes që nga profesorë dhe nga shkencëtarë, nga universitete shumë të njohura kudo në botë, që kanë provuar se nuk është kjo arsyeja, nuk është gjenetika arsyeja. Është e vërtetë se cili nga banorët e tokës, të gjithë njerëzit që ekzistojnë sot në botë, kanë një predispozit gjenetike ose paracaktim ose të shkruar nga Zoti, nga kush në sëmundje do rrezikohemi më tepër, jo vetëm kancerin, por edhe për sëmundjet e tjera, sepse to janë të trashëguara. Pra, në kodin ton të ADN-s, në qindra breza ose në mira breza, gjithçka që ka ndodhur atje ka lënë një defekt, ka lënë një cen, ka lënë një problem ke vargu jon i ADN-s. Dikush ka
rrezik për 2-3 sëmundje, rrallë kjo, do kanë për shumë, dikush ka për qindra, dikush mund të ketë edhe për mijëra me fjalë. Por këto gene të dëmshme ose të dëmtuara ose të cënuara do të mbahen tërkohës në kontroll nga proteina ose nga gardiant që ka brenda bërthama. Histonet, folëm ke një video e kaluar, kemi P53, janë gene të ndryshme me fjalë që mbajnë ose kontrollojnë ADN-n tërkohës që të mos shpërthejnë këto cene ose këto defekte. Ne nuk do smuremi në asnjë prej këtyre problemeve që janë në ADN-n tonë nëse nuk do krijojnë kushte të mjaftueshme si nga ana e mjedisoret, rrezatimet, nga ushqimi, ndotja, helmet, kimikatet, nga stresi dhe nga kriteri për të pasur disa mutacione këto gene, duhet rreth 6 mutacione, pra sëmundja do filloj në 20-30 vjet. Nuk fillon sëmundja, u diagnostikove sot, nuk e një muaj ose një javë ose një vit para. Absolutisht. Është mbi 15, 20 vjet, 30 vjet disa herë. Për të kuptuar se çfarë shkakton kancerin, na duhet të kuptojmë se si funksionojnë qelizat e trupit tonë. Ajo që mbani mend është, keni parasysh që kemi ADN në qelizë, po kemi 2 ADN. Një ADN është e bërthamës, zakonisht kur bëhet ADN-ja nga mashkulli, mashkulli ke mashkulli, babai ke i biri etj. Pra kontrollohet linja atërore, është ADN-ja e bërthamës. Ndërsa kur kontrollohet linja amërore ose e nënës, kontrollohet ke vajza dhe ajo është e mitokondrit, nuk është e bërthamës më poshtë e mitokondriave. Faji i ADN-s ose faji kancerit i hidhet gjithmonë ADN-s së bërthamës. Pra kjo është ADN-ja që njihet gjerësisht. ADN-ja mitokondrale shumë pak njihet. Por siç u thash, sistemi ynë imunitar do shkatronte çdo lloj qelize e cila do nuk funksionon mirë, ndryshe nga qelizat e tjera. Pra qelizat janë ngjitur me njëra tjetrën në trup, kur një qelizë del nga rreshti dhe nuk funksionon mirë, sistemi imunitar menjëherë e identifikon, e glabëron, e shkatron, e vret dhe e mban të rregull atë gjithë qelizat e trupit tonë. Si që thash, në çdo qelizë, gjithë qelizat e trupit tonë, përjashtoj rastet e kuqet gjakut, po në çdo qelizë ne kemi ato organelet e vogla të cilat prodhojnë energji. Jo vetëm energji, po prodhojnë edhe shumë procese të tjera shumë jetësore, po energjia ajo që kryesorja që na duhet në jetë është energjia. Dhe këto quhen, siç u thash, mitokondre. Duhet ta mbani mend bërthamën dhe mitokondret. Mitokondret mund të jenë disa qindra në një qelizë, për shembull në kocka ose në indi dhiamor, disa qindra mitokondre. Në indi muskular ose në indin e zemrës ose në mëlçi, mund janë disa mijëra, disa dhjetra mijëra brenda një qelize. Ndërsa në sistemin nervor, ata mund të shkojnë disa qindra mijëra deri në 2 milion mitokondre brenda një qelize nervore. Pra, është një numër jashtëzakonisht i madh, të cilat ato punojnë jashtëzakonisht shumë në funksion të prodhimit të energjisë dhe të mbajtjes në jetë të specisë sonë. Një studim i bërë, për shkak po tregoj, profesor Siegfried është lideri kryesor në botë mbi kancerin. Dhe çfarë bën? Morën qelizat normale, shumohen dhe japin qeliza normale. Qelizat kancerogjene do shumohen dhe do japin qeliza kancerogjene. Morën bërthamën e qelizave kancerogjene dhe e futën në një qelizë normale, me mitokondre normal. Qeliza nuk u shndruan kancerogjene. Qeliza vazhdoi u shumua në mënyrë normale, me kancerin e mbartur, po jo kancerogjene. Dhe gjithashtu ata eksperimenti tjetër që u bë, u mor një bërtham e mirë, e shëndosh, nga një qelizë e shëndosh, dhe u fut në një qelizë me mitokondre me kancer. Bërthama me njëherë u infektua dhe qeliza u bë kancerogjene. Pra, kjo vërteton fare thjesht, fare kollaj. Ky eksperiment është bërë në gjithë botën, në shumë lloj kancerash, në shumë lloj qelizash, dash edhe ke qelizat e njerëzve, dash edhe në laborator dhe qelizat e brecëve ose të kafshëve dhe në epruvet. Pra, është vërtetuar që nuk është bërthama, ADN-ja bërthamës ajo që shkakton kancer, por është pikërisht mitokondria e cila keq funksionon dhe jep kancer të qelizës.
nuk e bën me qëllim, po e bën për të mbijetuar. Si që thash, ushqimi që ne marrim nga trupi, mitokondria çfarë bën? Prodhon energji. Kemi ushqim, protein, yndyrë, sheqer, kemi oksigjen nga frymarrja jonë, dhe kjo lëndë e parë në bashkim me oksigjenin do të digjen brenda mitokondriave. Pra mitokondria është ajo generatori që merr lëndën djegëse, merr dhe oksigjenin dhe e punon brenda dhe prodhon energjinë, ajo që na duhet neve. Dhe si lëndë shtesë do nxjerr dioksidin e karbonit dhe ujin. Është një proces jashtëzakonisht shumë i komplikuar, por duhet të mbajmë mend se qelizat u duhen oksigjen që të prodhojnë energji, ushqimin dhe oksigjen që të prodhojnë energji. Në rastin e kancerit, ne nuk djegim oksigjen. Pra qeliza ose mitokondria ka dalë jashtë funksionit, ndoshta për shkak të mbiprodhimit tërkohës të energjisë që ne marrim, mbi ushqimi që ne na ham me shumë sheqerna dhe me shumë karbohidrate, dhe çfarë bën mitokondri lodhet në një farë mënyre, ai çliron ca oksigjen reaktiv, të cilat i japin urdhër bërthamës që të hapi portat e qelizës dhe të fusin më shumë ushqim brenda. Çfarë ndodh? Kur ne kemi në kushte normale, ne marrim një molekull, po rasti më të thjeshtë, një molekull sheqer ose glukozë, bashkë me oksigjenin në mitokondri do prodhoj 36 ATP ose energji, ose lek. Marrim një glukozë edhe kemi 36 lek. Në rastin kur mitokondria dëmtohet dhe nuk prodhon dot, nuk merr dot oksigjen nga jashtë, nuk e djeg dot lëndën djegëse me oksigjen, ajo don nga një glukozë nuk prodhon 36 lek, po prodhoj 2 lek. Don ulet efektiviteti në minimum. Pra, fillimisht, kur ne marrim ushqim të tepërt çdo ditë, me javë, me muaj, me vite, kjo energji e tepërt nuk duhet nga trupi jon, por ai nuk ka çfarë bën me të, është detyruar ta metabolizojë, ta shpërbëj. Insulina nga karbohidratet fut glukozën dhe yndyrnat, edhe glukozën po dhe yndyrnat, brenda në qelizë dhe në praninë të oksigjenit mitokondria do prodhoj, siç thash, këto elektronet dhe mbetjet e oksigjenit. Kjo mbetje e oksigjenit ose quhet ndryshe stresi oksidativ ose ROS, reactive oxygen species, dhe në kushte normale ky oksigjen reaktiv do të neutralizohet nga antioksidantët e shumt në trup, vitamina D, seleniumi, NAD, elektrolitet, hekuri, magnezium, kalcium e tjera. Kur që energjia që ne japim qelizave vazhdon të jetë e tepruar, vazhdon të jetë e shumt, me fjalë, atëherë sasia e madhe e këtyre oksigjenëve reaktiv do shkojnë në bërtham të ADN-s, të ADN-ja me fjalë, dhe do urdhëroj gabimisht ADN-n që ne kemi shumë energji, është koha për tu shumuar, për tu ndarë, për të krijuar një qelizë tjetër, dhe njëkohësisht i thot ADN-s mbaj hapur portat në mënyrë që ne të fusim ushqim tërkohës, sepse duam të zmadhojmë, duam të rritemi, duam të shtohemi. Pra, në kushte normale, bërthama do ta kundërshtojë këtë lloj urdhri, sepse ajo do të shkojë sipas gjithë qelizave tjera. Mitokondriat do anashkalojnë djegjen e oksigjenit, siç thash, dhe do fillojnë të krijojnë ato ATP ose energji, ato dy elektronet me anë të fermentimit. Pra jo me të oksigjenit, po me anë të fermentimit, pa oksigjen. Dhe oksigjeni që do futet në qelizë realisht, siç vazhdon vazhdimisht, do shndrohet në oksigjen reaktiv. Dhe ky do vazhdoj të mbajë në peng ose të mbajë në presion bërthamën e ADN-s që të mbajë tërkohës portat e qelizave hapur për duke prodhuar më shumë transportues energjie ose glukoze në sipërfaqen e trupit. Siç u thash, sistemi ynë mbrojtës është shumë i fuqishëm dhe do ndjejë dhe do shkatrojë çdo qelizë që nuk funksionon mirë. Por procesi i fermentimit të sheqerit do lëshojë mbetje acidi laktik. Ju keni dëgjuar, nga muskujt ne prodhojmë acid laktik, kemi thënë. Dhe përqak qelizës, rreth e përqak këtyre qelizave. Dhe njëkohësisht do djeg mitokondria do djeg edhe një aminoacid që quhet glutamin, mbani mos e na duhet, i cili do çliroj acid suksinik po ashtu rreth e përqartë. Pra mjedisin në total, mjedisin rreth këtyre qelizave kancerogjene do të bëhet më acid dhe sistemi jon imunitar nuk do të funksionojë dot aq mirë, nuk do harri dot sepse aciditeti është më i lartë se sa zakonisht. Plus që sistemi jon imunitar do jetë i glikolizuar, ose i karamelizuar ose i ngrirë, për shkak të
glukozës dhe fruktozës së lartë në gjak. Kemi folur në vitet e kaluara. Në kushte normale dhe në jetën tonë të përditshme, trupi jon prodhon gjithmonë qeliza kancerogjene. Por është tërkohë sistemi jon imunitar ai që identifikon dhe i shkatron. Pra gjithë jetën tonë, edhe sot edhe tani unë do kem një qelizë të çrregullt. Edhe sistemi imunitar do ta gjej, do ta vrasë, do ta gllaborojë, do ta shkatrojë atë. Por kur kemi disa kushte që bëhen bashkë, pra kur ne shtojmë ushqim të dëmshëm dhe me bollok, me shumë glukozë, vajra vegetale, kur kemi një stres të gjatë, shumë vjeçar, ose një ndikim nga mjedisi jashtëm, siç rasterizatimi e të tjera, atëherë qeliza kancerogjene do i përvidhet ose do i shmanget sistemit ton mbrojtës, limfociteve T, leukociteve, rrezot e bardha, makrofagët, dhe do fillojnë të shtojnë dhe do shumohen, siç u thash me atë procesin që u shpjegova më lart. Kanceri si përkufizim në vetvete është shumimi pa kontrolluar i qelizave jo normale diku në trup. Mjafton të ketë ushqim dhe ai do të shtohet pa ushqim. Pra mjafton të ketë sheqer, mjafton të ketë glutamin, do vazhdoj të çliroj më shumë aciditet rreth e përqark, duke e bërë të pamundur sistemin të mbrojtjes, do lëshoj më shumë inflamacion, do i detyroj qelizat, ato enet e gjakut të lëshojnë më shumë kapilar, sepse i duhet më shumë energji. Pra i duhet 18 herë më shumë energji se sa një qelizë normale, sepse prodhon 18 herë më pak. Prodhon 2 lek, si që thash, për një glukozë dhe jo 18. Pra do kërkoj jashtëzakonisht shumë energji, do kërkoj dhe enë e gjaku. Në momenti kur trupi jon është alarm, sepse kjo mas po dëmton funksionin normal të asaj pjese të trupit, ai trupi jon, sistemi jon imunitar do krijojë jashtëzakonisht shumë makrofagët janë ata që han qelizat e dëmshme, mikrobet, viruset nga jashtë. Po disa prej këtyre makrofagëve, duke rënë në kontakt me sasinë e madhe të qelizave të kancerogjene, do infektohen nga mitokondret e qelizave kancerogjene dhe duke lëvizur më mbrapsht do të japin metastaza diku tjetër në trup dhe në gjërat limfatike. Pra, si përmbledhje për pjesën e parë se çfarë është kanceri, është një ndryshim i metabolizmit të energjisë nga mitokondret. Nga me oksigjen, siç është normale për të prodhuar 36 lek, në fermentim pa oksigjen për të prodhuar vetëm 2 lek. E cila prodhon shumë oksigjen reaktiv, i cili dëmton ADN-n dhe bërthamën, duke krijuar kushtet për një shtim të pakontrolluar të këtyre qelizave. Gjithë njerëzit kanë 23 çifte kromozomesh ose 46 kromozome në 23 çifte dhe brenda tyre ndodhen 20.000 gene, më saktë 19.756, po që gjithçka që i duhet jetës sonë normalisht. Pra gjithë ato genet, 20.000 genet, ato caktojnë se çdo bëhet me jetën tonë, predispozita për kancer, për një sëmundje tjetër, artrit, gjithçka tjetër. Nëse predispozita në kupton do që nëse kushtet krijohen, ky kancer do shfaqet atje ku ADN-a jon na thot, në ato pjesë ose ato organet, sidomos. Kjo është predispozita gjenetike, mund të jetë një sëmundje, mund të jetë 1000 sëmundje që mund të ndodhin, dhe jo vetëm për kancerin, siç thash, po edhe për sëmundjet e tjera. Mirë miq, në videon e ardhshme do ju shpjegoj mbi mjekimin tradicional, atë modern më saktë, që është deri më sot, kush janë përfitimet, mekanizmat si vepron, rreziqet dhe më të fundit mbi imunoterapinë, siç e thash, në disa nga kancerat. Ju lutem vazhdoni konsultimet me mjekun onkolog për skemën e mjekimit. Kërkoni edhe vetë sa më shumë informacion të dini mbi kancerin, mënyrat e reja metabolike që po aplikojnë sot në botë, bashkë me ato mjekësore. Ndani këtë video me këdo që ju njini dhe do keni nevojë për këto njohuri ose dije, sepse do ndryshojnë jetën sigurisht 100% për mirë. Ju uroj shëndet dhe të shihemi në videon e ardhshme.